ardhja në Tiranë ka qenë një ëndër e vjetër e të gjithë shqiptarëve të Kosovës, pasi Tirana ishte dhe mbetet kryeqendra e të gjithë botës shqiptare. Më pëlqen të vi në Tiranë, thotë edhe miku më i ri portokallis që vjen enkas nga Kosova për skenën e portokallis, Dardan Islami. Në mrama duke një audiencë e bukur, më e bukur se në televizion. Duke një si mandarina. Më pëlqen të vi në Kosovë, vi nga në Tiranë. Falni, vi nga lartësia 600 metra mbi detare, edhe kur vi këtu, disi destabilizohem, një çrregullohem, pastaj stabilizohem. Është ndrimi i madh, Më pyeti ky çuni mbrapa, tha pse ecën ju kosovarët me këmbë hapur kështu. I tregova se ne jemi të dizajnuar nga Zoti për teren malor atje, 4x4. Kur vim në asfalt disi na ikin këmbët. Po mëson. E mora dhe gruan dje solla në Tiranë, kish qef e mora. Po ecnim rrugës, si zakonisht unë eci 5 hapa para, jo mbrapa. Pash një ushtare të NATO-s, shumë e bukur. Ushtare për qef. Po e shikoja. Hupi gruaja, kthej kokën s'ka gru. Shkova te polici ishte me kapel. Me bark. Ai si ishte i NATO-s. Ai dha 200 euro ta gjej grun. Thash ja 400, mos e kërko aman, lemrat. Ne atje në Kosovë punaj fusin me nota, pa nota, me muzikë, fus nota, se dikur se mërvesh. Po ne ama e dom Amerikën. Amerikën nuk e japim. Me japim pavarësinë, japim statusin, japim teritore. Amerikën nuk e japim dot, selçojnë. Pyetën njëri, tha pse ju kosovarët tha nuk janë i peshkun. I tregova çka kanë serbët. Serbët kanë peshkun, ne nuk kanë për inat. Po derrin tha. Nuk e ham thash. Nuk e ham as derrin. Për inat serbët nuk e ham as derrin. I tregova drejtën, se deri vonë nuk mbani më syze, nuk venim syze. Thoshte hoxha, mos veni syze se vjen serbët. Vjen serbët, s'vem në syze. I kemi politikantë karizmatik ama. Kemi politikantë, mu pëlqen shumë të dëgjojnë në radio, po sa që në radio se e ndalë vetë kur du. Po na e marin veriun, thonë se marin veriun, këndej po na e marin detin. Nga jugu, po humbja shpresat gati, doli ky Kreshniku Kuqizi. Duket si futbollistaj. Duket si futbollistaj për politikanë. Edhe topin e ka, edhe do t'jep gol, aman mos jep autogol Kreshnik, veç autogol mos bëj. Fatos Lubonja për president është koha fundit. O ta bëjmë president, o ta fusim prapë në burg se kështu s'bëhet. S'durohet do taj. Një raport i CIA-s thot se po u bashkuan shqiptarët do ketë luftë civile. Unë them se jo. Them se jo nuk bëhet. Bashkimi bëhet me punë, jo me llafe. Për shembull, gocat shqiptare i pëlqejnë shumë çunat kosovare. Është fakt apo jo? I pëlqejnë. Gjersa, gocat kosovare nuk i pëlqejnë çunat shqiptare. Pyeta pse? Nuk e mora vesh, pyeta pse, më thanë, çunat e shkath kanë ikën në emigrim, tha, kanë mbetur vetëm ta çmtutit. Vukrit tha ikën. Gocat tona po të bukura, po pak flasin si burra ma, ato flasin si burra. Fevziu e shoj një libër, sigurisht e keni lexuar gjithë, për Enver Hoxhën, një libër i bukur. Po në Kosovë ne javum flakën e zogjëm librin Acaru, se Fevziu pyet qobo pse djegët librin. E vërtet është ata si e lexuan librin në Ferizaj, vëllezrit në Kosovë, kuptuan se Enveri kishte myt gjithë mençurit në Shqipëri. Edhe në Kosovë serbi mytit mençurit, çka tha pasi me mjetë e budallëjt, digje buja flakën. E djegëm. Ministrat e qeverisë shqiptare vjet ishin në jug për pushim atje në det dhe rastisht erdhi një ide geniale. Derisa i bën lopt duke hangër plerat, ide geniale tha, sillni plerat e dynjas, sillni plerat e Evropës, e gjetëm zgjedhjen ekologjike, do t'i hanë lopt. Para pak kohë e part një reportazh shumë interesant në televizion. Bëj fjalë për një mbjetues të Titanikut. Ishte shqiptar, u gëzova shumë, isha krenar. Thash bravo një shqiptar pas ka shpëtu. Fund mora vesh sa i kishte qenë klandestin. Klandestin vllai kishte qenë para 100 vjetë. Kishte qenë klandestin, po shpëtoi. U gëzova shumë, doli një piti në televizion me pasaport, tha i morëm letrat pas 100 vjetë. Halal.
Urime 100 vjetori në Shqipëri, urime. Një 100 vjetë shtetë, ama kanalizimet si bëm. Nuk i bëm kanalizimet, ka ko. Kosova 4 vjetë shtetë, 4 vjetë si 4 shekuj. 4 vjetë si 4 shekuj në Kosovë, bëjnë sondazhe, me neve popujt e ri, shtetet e reja bëjnë sondazhe interesante. Një sondazh ishte doli që jemi më optimistët. Hajde. Unë mësum, sot jetë optimist. Po ky i dyti doli më solidarët. Populli më solidar kosovar. Big Brother, po për revolucion. E pas Big Brother për revolucion dhe ne kosovarëve, aman vllau i madh se dëgjon. Aman jepja një kosovari atë problem të na çmenden. Gjithashtu problemet këto me talente i marim, i kapim. Këto reality show disi s'na don. Isha duke notu në jug të Shqipërisë. Dhe ishte njeri aty tha, ore kosovar, kujdes ta këtu është deti thellë, nuk është në Durrës. Kishte pas drejt. Kemi një beach bar atje në Dhërmi, dhe më pyeti nëna vitën e parë, "E more fitove ndoj lek?" Thash, "Jo." Thash, "Çfarë lek?" Thash, "Mësova shqipen, halal ta mësove gjuhën, mbeti gjuha, lek zbëra." Na mbetet ta mësojmë kinesën dhe të merremi vesh mes veti. Jeni auditës për kullueshme.